Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për deklarimin si pasuri kulturore të paluajtshme të qendrës historike të fshatit Dërmi, duke përcaktuar njëkohësisht edhe zonën mbrojtëse të saj në kuadër të masave për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Vendimi u mor në mbështetje të Kushtetutës dhe ligjit për trashëgiminë kulturore dhe muzet, me propozim të Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gunxhja. Gjithashtu qeveria miratoi edhe planin për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e qendrës kulturore të Dërmiut dhe zonës mbrojtëse, i cili do të shërbejë si dokumenti bazë për menaxhimin e kësaj pasurie kulturore. Vendimi parashikon gjithashtu që Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor të publikojë hartat e qendrës historike dhe të zonës mbrojtëse në gjeoportalin kombëtar, ndërsa Agjencia Shtetërore e Kadastrës të bëjë regjistrimin e tij sipas legjislacionit në fuqi. Për zbatimin e vendimit janë ngarkuar Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Bashkia Himar. Ndërkohë vendimi do të hyjë në fuqi menjëherë pas votimit në fletoren zyrtare.